Ashtu si kundër në të gjithë vendin edhe në Vlorë gjatë kësaj të martë u zhvillua provimi parë i maturës shtetërore, ai gjuhës së huaj. Ky proces u zhvillua në 6 qendra testimi që mbulon Drejtoria Arsimore e Vlorës, me 6 përgjegjës në qendra dhe përfshiu gjithsej 1113 maturant, të cilët vinin nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit u angazhuan 127 administrator, të cilët zbatuan me përkushtim të gjitha udhëzimet dhe standardet e përcaktuara nga Ministria e Arsimit. I gjithë procesi i provimit u mbikëqyr nga drejtuesja e arsimit në Vlorë Gentiola Shehaj, si dhe nga Zyra Arsimore e Vlorës, për të ruajtur kështu standardet e zhvillimit të tij. Nisin provimet e maturës shtetërore, këtë të martë gjuha e huaj është testi i parë që do të provoj edhe njohuritë e të gjithë maturantëve. Provimi do të zgjasë si gjithmonë deri në orën 12, ndërsa në këto momente maturantët në të gjitha shkollat e vendit dhe të Bashkisë së Vlorës janë duke hyrë në mjediset e provimit. Edhe rregullat e monitorimit të provimeve të maturës janë po të njëjta me një vit më parë, ndërsa prezenca e policisë vazhdon të jetë jashtë mjediseve të qendrave ku do të zhvillohen provimet e maturës shtetërore. Provimi filloi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30. Në këtë proces të rëndësishëm u organizua edhe Policia e Shtetit, strukturat shëndetësore, Spitali Rajonal, si dhe operatori shpërndarjes së energjisë elektrike, duke dhënë mbështetje në garantimin e sigurisë, rendit, gatishmërisë mjekësore dhe vimësinë me energji elektrike. 127 persona u angazhuan me detyra të rëndësishme, sikundër ishin 78 administrator provimi, 22 përgjegjës kati, si dhe 27 sekretues.